Bismillah. Për shëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam menduar se përgatit e revanin gota që bëhet shumë e shqeshme dhe ja vlen ta provoni secila mutër. Krejt që kanë nevitin prej përberzë janë 3 vezë, 200 ml me vaj, gota 200 ml është pra me jogurt për ndryshe kos e mushni, edhe gota e 200 ml me sheqer, 300 g miell, një pluhur për pjekje edhe një sheqer vanile. Bismillah, fillojna me përgatitjen e brumit. Për shërbetin anë nevojitën 3 gota të 200 ml, mundin edhe ma pak, pra me sheqer, edhe 4 gota të 200 ml me ujë. Pra hedhim 3 vezë në një enë të thellë, shtojna sheqerin, edhe shtojna një sheqer vanile i tundin vezë me mikser, derisa të bëhet një mos kremoze. Bismillah. E kemi këtu në provesë, e shqini, është po një mos kremoze, ta shtojna vajin, furën e kem qumë nëzaj, pra temperaturë 180 gradë, shtojna jogurtin për ndryshe kosin, edhe tek mielli shtojna një pluhur për pjekje, për ndryshe peci e përsina. Tash shtojna mielin. E shtojna pra 300 g me miell, edhe e përzina brumin pra. Gotat e lyna me boter, ose gjallë, ose edhe vaj, pak miell që ti mos mungjit. E kemi ly pra këto gotat me boter, tash marrim brumin, me pehare, agulare, që shi thoni tash ti se cila trevi ka atë folmet e vetë, na i thojna gulare, dikush i thot gorush, dikush i thot pehare, qështa që i thoni, mirë ballë, kryesorja emën kanë, tash ti si jem të jamot me nota, kush fol ma mirë. 6 gota pra. Ose shale që i thojnë ta pra. Super janë për furë, për më pjek. Ose ato gotat e gjomit, që janë për ndryshe për deserta, që janë edhe për furë. Mundeni mi fut brenda. Edhe 6-ën. Tashti i shkunim këto gotat. Kështu, që të bëhet pak mos e drejt, edhe me njëherë i fusim pra mbi tel furrës, më pjek temperaturë 180 gradë. E kemi qitë ujnë e val, pra të nxehet edhe sheqerin, si që kom përmenë fillim, e përzina me lugë edhe lojna për 10 minuta, pasi që ka fillu që aty me mor val që aty prej aty pra e nxeni 10 minuta që të zihet shërbeti. I kemi hek edhe format prej gotat, për ndryshe prej furrës. I kom pjek në temperaturë 180 gradë për 35 minuta.
I kom qitë këto me ullë, e shepni nuk në gjitën, veç normal pak për i brumët jesin, edhe i kom lënë një 10 minuta me u ftof, në basi që i kom hekë për i gotave. Shërbeti është i nxehtë, si gjithmonë me rëmojse, i shikojna, pra nëse brumi nuk në gjitet, atëherë jënë pjek perfekt. Pra 10 minuta i leni me u ftof, edhe ja qesim tashti shërbetin e nxehtë. Jo knoqin, shto e bujna ka një vrim, puna me pije dhe shërbetin edhe ma mirë. Tashti e morim pra shërbetin e nxehtë edhe ja u qesim për mi, për lojna. Super të shishme, të leta në përgatitje, jo më shumë përbërës, si që pat në video, që ja vlen t'i provoni si cili vlla motër. Mbasi ja kemi qitë shërbetin, tash e lojna që të pushojnë pra që ta marrin mirë shërbetin deri sa të ftohen. Për mi mundeni me qitë pak kokos, qysh doni, ose pak kur gjo heq, mundeni me qitë pak orra, ose veç ashtu me lanë. Faleminderit për krahun që ma beni, komentet e bukura deri në recetën e radhës. Ka kuzhina njerit ju them, miru pafshi.